Data 19 maj. Numrat. Kapitulli 28. Dhe Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Jepu këtë urdhër bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Do të kujdeseni të më paraqisni në kohën e caktuar ofertën time, me ushqimin e flijimeve të mia të përgatitura me zjarr, me erë të këndshme për mua. Dhe do të thuash atyre: Ky është flijimi I bërë me zjarr, që do t'i ofroni Zotit. 2 shenjë motak pa të meta, si holokaust I përjetshëm. 1 shenjë do ta ofrosh në mëngjes, ndërsa shenjin tjetër në të ngrysur. Dhe si blatimi I ushqimit, 1/10 efe maj miellit përzier me 1 çerek hini vaj të papërzier. Është një holokaust I përjetshëm, I vendosur në malin Sinai, një flijim I bërë me zjarr dhe me erë të këndshme për Zotin. Libacioni I tij do të jetë 1 çerek hini për çdo shenjë. Do t'ja derdhësh libacionin e pijeve dese Zotit në vendin e shenjtë. Shenjin tjetër do ta ofrosh në të ngrysur, do ta ofrosh si blatimin e ushqimit të mëngjesit dhe libacionin. Është një flijim I bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin. Ditën e Shabatit do të ofroni 2 shenjë motak pa të meta, dhe si blatimi I ushqimit 2/10 maj mielli të përziera me vaj bashkë me libacionin. Është holokausti I Shabatit, për çdo Shabat, përveç holokaustit përjetshëm dhe libacionit. Në fillim të muajve tuaj, do t'i ofroni si holokaust të Zotit 2 dema të vegjël, 1 dash, 7 shenjë motak pa të meta dhe 3/10 maj miellit përzier me vaj. Si blatimi I ushqimit për çdo dem të vogël, 2/10 maj miellit përzier me vaj, si blatimi I ushqimit për dashin, dhe 1/10 maj miellit përzier me vaj, si blatimi I ushqimit për çdo shenjë. Është një holokaust me erë të këndshme, një flijim I bërë me zjarr për Zotin. Libacionet do të jenë gjysmë hini vere për çdo dem të vogël, 1/3 e hinit për çdo dash dhe 1/4 e hinit për çdo shenjë. Ky është holokausti I çdo muaji, për të gjithë muajt e vitit. Dhe do t'i ofrohet Zotit një kec si flijim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm dhe libacionit. Ditën e 14 të muajit të parë do të jetë Pashka për nder të Zotit, dhe ditën e 15 të atij muaji do të jetë fest. 7 ditë me radhë do të hahet bukë ndorme. Ditën e parë do të mbahet një mbledhje e shenjtë, nuk do të bëni asnjë punë të rëndë, por do t'i ofroni si flijim të bërë me zjarr një holokaust të Zotit, 2 dema të vegjël, 1 dash dhe 7 shenjë motak, të cilët nuk duhet kenë të meta, së bashku me blatimin e ushqimit me maj miellit përzier me vaj. Do të ofroni 3/10 për çdo dem të vogël dhe 2/10 për 1 dash. Do të ofroni 1/10 për secili nga 7 shenjat, dhe do të ofroni 1 cjap si flijim për mëkatin, për të bërë shlyerjen për ju. Do të ofroni këto flijime përveç holokaustit të mëngjesit, që është një holokaust I përjetshëm. Kështu do të ofroni çdo ditë, për 7 ditë me radhë, ushqimin e flijimit të përgatitur me zjarr, me një erë të këndshme për Zotin. Do të ofrohet përveç holokaustit përjetshëm bashkë me blatimin e tij. Ditën e 7 do të keni një mbledhje të shenjtë, nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. Ditën e marrjes së prodhimit të parë, kur do t'i paraqisni Zotit një blatim të ri ushqimor në festën tuaj të javëve, do të bëni një mbledhje të shenjtë, nuk do të kryeni asnjë punë të rëndë. Atëherë, do të ofroni si holokaust me erë të këndshme për Zotin 2 dema të vegjël, 1 dash dhe 7 shenjë motak, me blatimin e tyre ushqimor të përbërë nga maji I miellit përzier me vaj, 3/10 për çdo dem të vogël, 2/10 për dashin dhe 1/10 për secili nga 7 shenjat. Do të ofroni edhe një kec për të kryer shlyerjen për ju. Do të ofroni këto flijime veç holokaustit përjetshëm me blatimin e tyre të ushqimit dhe libacionet e tyre. Duhet të jenë kafsh pa të meta. Psalmi 72. O Perëndi, paraqiti mendimet e tua mbretit, dhe drejtësinë tënde birit të mbretit. Dhe ai do të gjykoj popullin tënd me drejtësi dhe të pikëlluarit e tu me saktësi. Male do të sjellin paqen popullit dhe kodra drejtësinë. Ai do të sigurojë drejtësi të pikëlluarve të popullit, do të shpëtoj bijtë e nevojtarve dhe do të dormoj shtypsin. Ata do të kenë frikë derisa të ketë diell dhe hën për të gjitha brezat. Ai do të zbresë si shiu mbi barin e kositur, si një rrebesh që ujit tokën. Në ditët e tij I drejti do të lulëzoj dhe ka për të patur shumë paqe.
derisa të mos ketë më hënë. Ai do të mbretëroj nga një det të tjetri dhe nga lumi deri në skajet e tokës. Banorët e shkretëtirës do të përkulen para tij dhe armiqtë e tij do të lëpin pluhurin. Mbretërit e Tarshishit dhe të ishujve do t'i paguajnë haraqin. Mbretërit e Shebas dhe ai Sabas do t'i ofrojnë dhurata. Po, gjithë mbretërit do t'a adhurojnë dhe gjithë kombet do t'i shërbejnë, sepse ai do t'a çlirojë nevojtarin që bërtet dhe të mjerin që nuk ka se kush ta ndihmoj. Ati do t'i vi keq për të dobtin dhe për nevojtarin dhe do të shpëtoj jetën e nevojtarve. Ai do të shpengoj jetën e tyre nga shtypja dhe nga dhuna, dhe gjaku i tyre do të jetë i çmuar para syve të tij. Dhe ai do të jetojë dhe do t'i jepet ari i Shebas. Do të bëhen vazhdimisht lutje për të dhe do të bekohet tërë ditën. Do të ketë bollok gruri mbi tokë në majat e maleve. Kallinjtë e tij do të valviten si drurit e Libanit dhe banorët e qyteteve do të lulëzojnë si bari i tokës. Emri i tij do të vazhdojë përjetë. Emri i tij do të përhapet derisa të ketë diell dhe tërë kombet do të bekohen atë dhe do ta shpallin të lumtur. I bekuar qoftë Zoti Perëndia, Perëndia e Izraelit, vetëm ai bën mrekulli. Qoftë i bekuar përjetë emri i tij i lavdishëm dhe tërë toka qoftë e mbushur me lavdinë e tij. Amen. Amen. Këtu mbarojnë lutjet e Davidit, birit të Isait. Isaia, kapitulli 19. Profecia mbi Egjiptin. Ja Zoti që kaleron mbi një re të lehtë dhe hyn në Egjipt. Idhujt e Egjiptit lëkundën para tij dhe zemra e egjiptasve po mpaket brenda tyre. Do t'i nxisë egjiptasit njëri kundër tjetrit, secili do të luftojë kundër vëllait të vet dhe secili kundër të afërmit të tij, qyteti kundër qytetit, mbretëria kundër mbretërisë. Fryma e Egjiptit do të ligështohet në mes të tij dhe unë do të shkatërroj planet e tij. Kështu ata do të konsultojnë idhujt dhe yshtësit, mediumet dhe magjistarët. Do ta dorëzoj Egjiptin në duart të një padroni të ashpër dhe një mbret mizor do të sundojë mbi të, thot Zoti, Zoti i ushtrive. Ujërat e dedit do të thahen, lumi do të shterojë dhe do të thahen. Lumej do të bëhen dhe neveritshëm, kanalet e Egjiptit do të zbrazen dhe do të thahen. Po kështu do të thahen edhe kallamishtet e xunkthat. Luadhët pranë Nilit në grykderdhin e tij dhe të gjitha arat e mbjella gjatë lumit do të thahen, do të fshihen dhe do të zhduken. Peshkatarët do të rënkojnë, tërë ata që hedhin grepin në Nil do të ankohen dhe ata që hedhin rrjetat e tyre në ujë do të ligështohen. Ata që punojnë lirin e krehur dhe ëndësit e pambukut do të çoroditen. Themelet e tyre do të prishen dhe gjithë punëtorët me mëditje do të trishtohen. Me siguri, princat e Coanit janë budallënj. Këshilltarët më të urtë të faraonit japin këshilla të parësyeshme. Si mund t'i thoni faraonit, unë jam biri njerëzve të urtë, biri mbretërve të lashtë. Ku janë tani njerëzit e tu të urtë? Le të ta deklarojnë tani dhe të pranojnë atë që Zoti i ushtrive ka vendosur kundër Egjiptit. Princat e Coanit janë bërë budallënj. Princat e Nofit gabohen. Ata që janë guri i qoshës së fiseve të tij e kanë bërë Egjiptin të marrë rrugë të gabuar. Zoti ka përzier në mes të tij një frymë degenerimi dhe ata e kanë futur Egjiptin në rrugë të gabuar për çdo gjë, ashtu si dridhet i dehuri kur vjell. Dhe asgjë nuk do të mund të bëjë Egjipti. Koka ose bishti, palma ose xunkthi. Atë ditë Egjipti do të jetë si gratë dhe do të dridhet dhe do të trembet përballë dorës që Zoti i ushtrive do të lëviz kundër tij. Vendi i Judës do të jetë tmerr i Egjiptit. Sa herë që do të përmendet, ka për të qenë një tmerr i vërtet për shkak të vendimit të marrë nga Zoti i ushtrive kundër tij. Atë ditë do të ketë në vendin e Egjiptit 5 qytete që do të flasin gjuhën e Kanaanit dhe do të betohen për Zotin e ushtrive. Njëri nga këto do të quhet qyteti i shkatërimit. Atë ditë do të ketë në mes të vendit të Egjiptit një altar kushtuar Zotit dhe një shtyllë të ngritur për Zotin pranë kufirit të tij. Do të jetë një shenjë dhe një dëshmi për Zotin e ushtrive në vendin e Egjiptit. Kur ata do t'i këllthasin Zotit për shkak të shtypësve të tyre, ai do të dërgojë atyre një shpëtimtar dhe një të fuqishëm që do t'i çlirojë. Zoti do t'i shfaqet Egjiptit dhe egjiptasit do ta njohin Zotin atë ditë. Do t'i ofrojnë flijime dhe blatime ushqimore, do të bëjnë premtime solemne para Zotit dhe do t'i mbajnë ato. Zoti do t'i godasë egjiptasit, do t'i godasë dhe do t'i shërojë.
ata do t'i kthehen Zotit, që do t'i dëgjoj lutjet e tyre dhe do t'i shëroj. Atë ditë do të ketë një rrugë nga Egjipti në Asiri. Asirët do të shkojnë në Egjipt dhe egjiptasit në Asiri, dhe egjiptasit do të shërbejnë bashkë me asirët. Atë ditë Izraeli, i treti me Egjiptin dhe me Asirin, do të jetë një bekim në mes të rruzullit. Zoti i ushtrive do t'i bekojë duke thënë: I bekuar qoftë Egjipti, populli im, Asiria, vepër e duarve të mia, dhe Izraeli, trashëgimia ime. Isaia, kapitulli 20. Në vitin që Tartani erdhi në Ashdod, i dërguar nga Sargoni, mbreti i Asiris, ai luftoi kundër Ashdodit dhe e pushtoi. Në atë kohë Zoti foli me anë të Isaias, birit të Amocit, dhe i tha: Shko dhe hiqe thesin nga ijet e tua dhe hiqi këpucët nga këmbët e tua. Ai veproi kështu, duke shkuar lakurish dhe zbathur. Pastaj Zoti tha: Ashtu si shërbëtori im, Isaia shkoi lakurish dhe zbathur gjatë 3 vjetëve si shenjë dhe paralajmërim kundër Egjiptit dhe Etiopis, kështu mbreti i Asiris do t'i çojë robërit e Egjiptit dhe të internuarit e Etiopis, të rinj dhe pleq, lakurish dhe të zbathur, vithë zhveshur për turpët e Egjiptit. Atëherë ata do të tremben dhe do të shushaten për shkak të Etiopis, shpresës e tyre, dhe për shkak të Egjiptit, lavdisë së tyre. Atë ditë banorët e kësaj krahine bregdetare do të thonë: Ja çfarë ndodhi atyre të cilët kishin mbështetur shpresën tonë dhe pranë të cilëve ishim strehuar për të kërkuar ndihmë, për të çliruar nga mbreti i Asiris. Si do të shpëtojmë ne? 2 Pjetrit, kapitulli i parë. Simon Pietri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë marrë një besim të barazvlefshëm me tonin, me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Hir dhe paqe ju shtoft në njohjen e Perëndisë dhe të Jezusit, Zotit tonë. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirrri përmes lavdisë dhe virtytit, me anë të cilave na udhëruan premtimet shumë të mëdha të çmueshme, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore, pasi u arratisët nga prishja që është në botë për shkak të epshit. Edhe për këtë arsye, duke treguar çdo zell, t'i shtoni besimit tuaj virtytin, dhe në virtyt njohurinë, dhe në njohuri përmbajtjen, dhe në përmbajtje durimin, dhe në durim perëndishmërinë, dhe në perëndishmëri dashurinë vëllazërore, dhe në dashurinë vëllazërore dashurinë. Sepse nëse këto gjëra gjenden në ju dhe shtohen, nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac dhe as të pafryt në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër dhe dritshkurtër dhe ka harruar pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, jini të zellshëm, aq më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Sepse kështu do t'ju jepet të hyni begatisht në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Prandaj nuk do të lë pas dore t'ju kujtoj gjithnjë këto gjëra, ndonse ju i dini dhe jeni të forcuar në këtë të vërtetë. Por unë mendoj se është e drejtë, përderisa jam në këtë tend, t'ju mbaj zgjuar duke ju asjell këto gjëra ndërmend, duke ditur se së shpejti do të lë këtë tendën time, sikurse edhe ma tregoi Zoti ynë Jezu Krisht. Por do të jemi zellshëm që edhe pas largimit tim, ju të mund t'i kujtoni gjithnjë këto gjëra. Sepse nuk ju a bëm të njohur fuqinë dhe ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht duke ndjekur përrallat sajuara me mjeshtri, por u bëm dëshmitar okular të madhështisë së tij. Sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia atë, kur i erdhi një zë i tillë nga lavdia e madhërishme. Ky është biri im i dashur në të cilin unë gjeta pëlqim. Dhe ne dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli, kur qem bashkë me të në malin e shenjtë. Ne kemi edhe më të përforcuar fjalën profetike, së cilës bëni mirë t'i kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbardh dita dhe ylli mëngjesit të lind në zemrat tuaja, duke ditur së pari këtë, që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekt i shtjellimeve të veçanta, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur ndonjëherë nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur të shtyr nga fryma e shenjtë.